Gmail.com. Nëse arkivat tona janë tërësisht hapura, të Perëndimit po. Kemi problemin e arkivave greke që nuk janë të hapura dhe sidomos për studiues shqiptar. Për çamërinë është e nevojshme, pasi i është nënshtruar sistematikisht, sikur thash, një manipulimi shumë të rënd historik. Për fillim tetorit, 10 tetor të 43-shit, Napoleon Zerva hyn në bashkëpunim, në marrëdhënie, në marrëveshje me gjermanët, në të gjitha pikpamjet. Qoftë bisedimeve për aq që bëshin, qoftë veprimeve të përbashkëta ushtarake, deri në muajin gusht të vitit 44 bashkëpunon në mënyrë sistematike me gjermanët. Një trakt të hedhur nga jemi në tetor të 43-shit, të hedhur nga Zerva, nga Edesi. Mundohet në këtë trakt të hedhin që shiko, dhe nëse bëhet kjo marrëveshje këtu nuk ka ndonjë gjë të keqe, sepse po luftojmë për Greqinë, ta mbrojmë nga komunizmi dhe me radhë, dhe në një moment aty diku ishte një 10 pika, në pikën e 5 thotë që mos harroni që gjermanët do mundsojnë çarmatosjen e çamëve, e shqiptarëve të Çamërisë, apo mos i doni me armë në dorë shqiptarët e Çamërisë. Kush ishte në të vërtet është përfaqësuesi para dhe pas i frymës anti-shqiptare për jetën dhe veprimtarinë e këtij kriminali, duhet të thënë. Një historian nuk e thot kollaj fjalën sepse duket sikur bëhet jashtë, po ky person me ato që ka bërë padyshim që duhet të kishte dalë në gjyqet e kriminalëve të luftës dhe jo të promovohej duke u bërë mbas lufte ministër dhe duke qenë një personazh shumë i njohur politik dhe historik në Greqinë e pas luftës dytë botërore. Të kalosh tani edhe në mes të ikumenicës të kesh bustin e arkitektit të pastrimit etnik. Aty domethënë është padyshim që provon në stomak të gjitha ato shtrëngimet e mundshme, domethënë. Edhe do stomak të fortë që ka. Si ishte çamëria? Vetëm kur e shkel çamërinë kupton, ose mund të arrish të kuptosh sepse ka ndodhur gjitha këto. Shikon jo pa dhimbje që nga shtëpitë braktisura, edhe me njerë të shkon mendja sepse është e pronësie padyshim. E treta, po ka që dhimbshme është të shikosh se të kuptojnë në Shqip, po nuk të flasin, shumë shpesh. Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko, në tryezën e diskutimit, nga vlerat që ne trashëgojmë çdo ditë, sigurisht bëjmë pjesë edhe historitë e dëbimit, e spastrimit, e gjenocidit, edhe kam kënaqësinë edhe nderin që në këtë tryezë të ndaj mendime shumë të vyera, që unë i dua shumë fakt ndaj ju kam ftuar, me profesorin e asociuar doktor Mareglen Kasmi. Faleminderit shumë që jenë në studion e Çamiko. Faleminderit për ftesën, edhe kënaqësi sigurisht, edhe mbi të gjitha edhe një detyrim profesional për të trajtuar çështje kaq të rëndësishme për historinë e popullit tonë. Si është në procesin e rishkrimit të historisë? Dua ta nis me qenë se jemi tek akademia për të shkëputur pastaj më tej nga akademia dhe për të lundruar edhe në ato viset e Çamërisë. Si është rishkrimin e historisë së Shqipërisë që tani është historia e shqiptarëve? Ne themi, do thënë, në momentin që thua rishkrim, ne jemi mësuar pak këto vite duke sikur po ndodhin dhe duhet ndodhin përmbysje të mëdha. Në fakt, procesi i rishkrimit, i ristudimit, i thellimit të studimeve historike është një proces normal.
Në shkencën e historisë ne themi që apo thuhet që nëse kalojnë 5 vjet një studim quhet në thonjza i vjetruar, domethënë se pretendohet që duhet të vazhdojë procesi më tej. Kështu që nuk qëndron çështja që a duhet bërë, sepse tham që është proces i nevojshëm, por ajo që komplikon pak punën është si bëhet. Edhe këtu pastaj hym në tranzicionin historik, sepse edhe shkenca e historisë si pjesë e shoqërisë, edhe nga antarë kësaj shoqërie shkruhet, sigurisht që ka ato problemet e veta në kuadër të perceptimit të skaluar dhe të shkrimit saj. E thënë kështu lehtë, ndërsa nga ana tjetër po ta shikojmë sigurisht që është shkencë dhe ata që merren me këtë shkencë duhet të veprojnë dhe si në shkencë, që do thotë përdorin metodat e kërkimit shkencor, të jenë të paanshëm, objektiv, aq sa mund të jesh objektiv, pra kur flet për të kaluarën, por që objektiviteti është gjithmonë i kurzuar nga qasja ndaj dokumentit, arkivave dhe interpretimeve shkencore. Për periudhën e luftës tu kemi edhe çështjen që kemi ardhur sot për të folur, pra dhe çështja Çame, e cila nuk mund të themi se ka patur një trajtim të zgjeruar në 45 vitet e komunizmit, por ama sikurse nuk mund të thuhet që është lënë edhe pas dore. Pra, është një trajtim i cili ndoshta ka qenë i kurzuar nga koha, nga zhvillimi i shkencës historisë, dhe që sot padyshim edhe me hapjen dhe mundësinë për të thënë gjithçka dhe për të shkuar e kërkuar nga do, e bëjnë më të mundshme trajtimin e kësaj çështje. Por në thelb ngelet problematike sia, po e bëjmë këtë rishikim, e cila nëse i referojmë historisë Shqipërisë që po shkruhet tani nga Akademia e Shkencave në 4 vëllime, ai vëllimi më problematik do të jetë periudha e luftës edhe pas luftës, sepse aty përplasen të gjitha jo interesat, në fakt edhe interesat deri diku, por më tepër burimi mosmarrëveshjeve aty fillon. Sepse, për të mbyllur si temë, lufta e dytë botërore është momenti që i vuri dhe shqiptarët përballë njëri tjetrit, në një mënyrë apo në një tjetër, jo në formën e luftës civile sikurse pretendohet sot, por gjithsesi në momentin që njëra palë luftonte kundër pushtuesit dhe pala tjetër u atashua me pushtuesin kundër palës tjetër, padyshim që kjo është një vënie përballë edhe pati pasoja të mëdha për Shqipërinë. Këtë shkrim ose këto kapituj që janë shkruar aktualisht ose kohët e fundit për Çamërinë, ende e vërtet e mbyllim këtu këtë diskutim. A e shihni si pjesë e një procesi që lidhet me ndërgjegjen e studiuesit, pra ju vetë ju ka shtyr çfarë të shkruani, apo është për shkak të aftësisë së gjetjes së arkivave dhe gjithë kushteve të tjera të jashtme? Ju renditë disa kushte të tjera që janë jashtë, si thua, punës dhe procesit të historianit, po më merr mendja që edhe vedia ose morali, dinjiteti i vetë historianit luan një rol të rëndësishëm. Ju çfarë ju shtyn të jeni pjesë e kësaj tryeze diskutimi, po pas kësaj tryeze që ndron një punë gjatë? Po në vija të përgjithshme ndoshta 2 mund të jenë arsyet kryesore, apo 2 të paktën po them unë tani. E para për ka nevojës, sikur se thash, për të trajtuar çështje të cilat deri dje kanë qenë nga një format tabu deri në pamundësi për të trajtuar, pra që për një studiues sigurisht marrja me ato pjesëzat e puzzle-it të pazbuluara është ajo çka bëhet e para, sepse padyshim që ka një lloj, nuk do thosha ego në kuptimin e negativ të fjalës, sepse egoja shpesh karakterizohet e tillë, por studiuesit orientohen kryesisht drejt pjesëve të pa trajtuara tërësisht ose as pak. E dyta, sigurisht që të shtyn edhe nevoja e ndërgjegjes kombëtare. Pra është një çështje e cila prek çdo shqiptar. Edhe si e tillë, edhe për studiuesit, përfshirë dhe mua, padyshim që është shumë e prekshme dhe shumë e nevojshme që të shkohet më tej. Dhe mos harrojmë që për zgjidhjen e çështjeve të tilla, përderisa ato tashmë janë çështje historike, padyshim që është historia, pra shkenca e historisë ajo që duhet merret më së pari me të. Pa një shtrat të mirë historik, të shkruar qartë, të bazuar dhe faktuar mbi dokumentacion, nuk mund të ketë sot negociata politike. Nuk mund të ketë as zgjidhje, sepse i referohesh pikërisht një të kaluare. Nëse do i referoheshim 2 palëve kryesore të i konfliktit në thonjza,
nëse arkivat tona janë tërësisht hapura, të perëndimit po, domethënë. Kemi problemin e arkivave greke që nuk janë të hapur dhe sidomos për studiues shqiptar. Do t'ju pyes më vonë për këtë, por do të ndalem tek pika e parë, të cilët përmendët ju, arkivat gjermane. Unë do doja ta kishim zhvilluar këtë takim shumë më herët dhe ne kemi qenë në bisedimet tona edhe si thua për të nisur këtë tryezë diskutimi, siç po bëhen tashmë negociatat edhe të gjitha takimet e tjera, po ju keni qenë pa diskutim në misionin tuaj edhe në kërkimin tuaj shkencor në Freiburg për të kërkuar pikërisht disa të vërteta që doni t'i shkruani, t'i thoni, t'i lini për të gjithë brezat e ardhshëm. Pa diskutim edhe udhëtime të tjera, ma merr mendja për çështjen çame. Si shkoi në Freiburg, a gjetët gjëra me vlerë që po, arkivat gjithmonë janë surpriza në kuptimin e punës, pasi dhe asnjë nuk mbaron punën to. Pra, i referoheni para vizitës që në disa javore që pata para pak kohësh në Arkivin Ushtarak të Freiburgut në Gjermani, një ndër arkivat kryesor për periudhën e luftës së dytë botërore. Sigurisht që arkivat të tjerë edhe për këtë çështje janë edhe në Berlin, janë dy tjerë, Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Arkivi i Shtetit. Por Freiburgu është, si të thuash, ajo që nëse do merresh në periudhën e luftës së dytë botërore, është burimi kryesor. Pse, domethënë, sepse duhet kemi parasysh natyrën e dokumentacionit. Aty gjendet dokumentacioni ushtarak, vendi ka qenë i pushtuar. Pra çdo gjë, edhe linja politike sigurisht kalonte nëpërmjet forcës ushtarake. Kështu që nuk duhet kuptuar si një dokumentacion i cili merret vetëm me lvizje trupash apo që me luftime në kuptimin e mirëfillt fjalës, por është më shumë se kaq, sepse aty gjen përshkrime të situatës politike, aty ka dokumentacion për marrëdhëniet me vendasit, aty ka dokumentacion për bashkëpunimin, aty ka dokumentacion për problematikën brenda vendit, pra si forcat, rastin konkret nëse referohemi, për shembull, si shqiptarët e Çamërisë, çfarë marrëdhënie janë me pjesën tjetër, pra me grekët, si i shikon ata administrata civile, administrata ushtarake, pra si kanë marrëdhëniet me Athinën në rastin konkret. Po ashtu gjenden edhe historik, pra raportet të cilat përshkruajnë problematikën edhe hynë dhe në histori dhe për fatkeq shikon që referuar gjithmonë historisë, jo më larg se dje po lexoja një historik të përmbledhur për Janinën për shembull. Po. Edhe e shikoja që pasqyrohej në këtë raport një këndvështrim shumë i anshëm. Pra në bazë të atyre burimeve që ata kishin, pra shikojmë që trajtimi i dokumentacionit përvese, pra do kujdesin në atë kohë dhe sot do kujdesin e dur kur e trajton, sepse shikon që jo çdo gjë që vjen nga arkivi duhet marrë ashtu sepse shikon se kanë thënë. Pra, por ama ajo që të bën përshtypje është që shikon se si efekti manipulimit historik për shqiptarët në tërësi dhe në veçanti të Çamës shikon, pra në rastin konkret, se si ky manipulim ka qenë gradual dhe i përhershëm, sepse e ka shpjegimin. Pra që kosa shqiptarët vetë s'kanë arritur dot më përpara të shkruani historinë e tyre, sigurisht merreshin burimet që dhe referencat nuk mungonin aty, referenca shumë të njohura dhe sot, domethënë. Pra nuk mund të flasësh për një raport që ishte tendencioz. Jo, ato burime që ishin, ato përdoreshin. Pra shikojmë që nevoja për të gërmuar, për të vlerësuar si duhet është edhe sot më shumë e nevojshme se kur. Kështu që për ta mbyllur çështjen e arkivit, sigurisht unë isha në inspektor më të gjerë kërkimi, pra për shqiptarët në luftën e dytë botërore, por këtë radhë unë e pata fokusin e zgjeruar dhe u hodha dhe në pjesën e Çamërisë, sikurse padyshime edhe pjesa e shqiptarëve në pjesën veriore. Por për Çamërinë është, sikurse thash, e nevojshme, pasi i është nështruar sistematikisht, sikur thash, një manipulimi shumë të rënd historik, pra kjo histori e shqiptarëve. Dhe me qenë se jemi tek manipulimi, kohët e fundit kemi dëgjuar të artikulohet edhe në media apo në rrjetet sociale, një situash
akuzë që i bëhet shpesh popullsisë çame që kanë qenë bashkëpunëtor të nazizmit e pikërisht për këtë janë dëbuar ose ka ndodhur gjenocidi në 1944 për të spastruar, si thua, etnikisht atë zonë. Si që ndronë e vërteta në këndvështrimin tuaj dhe a ka pasur lexime dhe interpretime të manipulueshme në një farë mënyre, të një anshme për ta lexuar kështu historinë në shumë vite. Dhe a e thonë këtë vërtet dokumentet? Ishte një nga drejtimet kryesore të kërkimit tim këtë radhë në arkivin e Freiburgut, pikërisht çështja e bashkëpunimit, apo si të thuash në thonjza, ai legjitimitet që pala greke i ka dhënë këtij veprimi bazuar mbi një akuzë apo pretendim të paqëndrueshëm, të paqënë për bashkëpunimin e çamëve me Po që vazhdon artikulohet. Po që vazhdon artikulohet sepse unë fola pak më përpara për mënyrën se si në mënyrë të njëanshme gjithmonë është keq interpretuar historia. Edhe pala greke i qëndron me kokëfortësi kësaj gjë pavarësisht se që gjatë luftës, por edhe pas luftës, të vërtetat në një farë mënyre janë thënë, por nuk janë marrë për bazë. Pse e them këtë gjë? Dihet që spastrimi etnik u krye nga forcat e Edesit, pra me Napoleon Zervën në krye, i cili pretendimin kryesor pati bashkëpunimin e atyre pak, të themi, shqiptarëve të çamërisë, si kudo dhe kurdo herë që gjithmonë do ketë individ që bashkëpunojnë. Në Tiranë u ngriti qeveri bashkëpunëtore, ku islinge, domethënë me të dyja pushtimet në Greqi dhe kudo ku vendet u pushtuan. Pra nuk është kjo çështja. Çështja është fajsimi masiv dhe si argument që do përdorë bashkëpunimi. Tani, po të shikojmë dokumentacionin. Napoleon Zerva që në tetor, fillim tetorit, 10 tetor të 43-shit, pra në shtator kapitulloi Italia, në vendet ku kishte qenë Italia fashiste hyri Gjermania me forcat e saj, pra si në Greqi, Shqipëri e kështu me radhë gjithë vakumin që krijoi kjo tërheqje, me një qëllim shumë të qartë, pra e përgjithësuar tani, domethënë që në momentin e largimit të gjermanëve nga Greqia, Zerva duhet ishte ai që dilte më i fuqishëm, pra ushtarakisht, por edhe politikisht në Greqinë e Veriut, dhe duke shfrytzuar forcën e gjermanëve, duke bashkëpunuar me ata të azjeson dhe kundërshtarin politik, që ishte pra forcat komuniste dhe nga Helasi, po. Dhe sigurisht një pjesë e kësaj ishte edhe spastrimi etnik që duhet bëj në çamëri. Pra, spastrimin etnik që u bë në çamëri, gjenocidi ndaj çamëve i verës së vitit 44, nuk duhet parë, edhe besoj nuk jam i pari që e them në këtë tryezë këtë gjë, por që sa më shumë e përsërisim, aq më mirë. Pra nuk duhet parë si një veprim spontan, i cili lindi me argumentin se çamët bashkëpunuan dhe po marrim hak ndaj bashkëpunëtorëve të nazizmit, po duhet marrë si kulmi i një politike më së 30 vjeçare spastrimi dhe të themi krimi etnik që bëhet ndaj shqiptarëve, filluar që në vitet 12-13. Pra ky ishte thjesht kulmi i të gjithë masave. Pra filloi fillimisht me shpërngulje. Filloi me masa të buta në thonjza, pra me konfiskime, me probleme të pronësisë, me largime, me taksa, pra format e buta për detyruar çamët largoheshin nga trojet e tyre shekullore, për të kulmuar si pasojë edhe i mundësisë që i dha lufta e dytë botërore dhe konstelacioneve. Pra këtu do të kemi parasysh që në këtë shpërngulje dhe gjenocid ndaj çamëve të gjithë kanë faj. Zerva si që ai që e bëri me pushkëndor masakrën, por këtu kanë faj dhe gjermanët që mbështeten, dhe pa dyshim edhe britanikët. Misioni britanik që ishte aty i pranishëm edhe që i shikonte dhe i vlerësonte. Pra është një situatë komplekse për Greqinë dhe gjithë Ballkanin në këtë kohë. Jemi në momentin kur shtetet lufta po vinte drejt fundit dhe po si thua po orientoheshin se si do dalin nga kjo luftë. Dhe Greqia ishte në qendër të përplasjeve ndërkombëtare. Mos harrojmë që nga kryesonte luftën e drejtonte një forcë komuniste, pra që dihet që nga do shkonte dhe me kë kishte lidhje, ndërkohë që marrëveshjet ishin bërë që kjo do rri perëndim, pra do jetë përkasi krau tjetër. Kështu që kjo lloj, si të thuash, ngatrese
i dha dhe e favorizoi edhe Zervën, që ishte përfaqësuesi kryesor i kësaj linje, për të bërë atë gjenocid që bëri. Por unë po shikoja dje në kuadër dhe të bisedës sot dokumentacionin që mora, sepse kur shkohet në arkiv, sigurisht mendja është për fotografuar sa më shumë, jo për të lexuar shumë, sepse shfryzohet çdo minutë, se s'mund të rish aty shumë gjatë. Edhe a pati element sigurisht që po, si kudo dhe nga herë, por që nuk mund të bësh gjyqje masive. Dhe faja si nuk mund të jetë kolektiv. 13 vjeç, një tjetër gjyqja nga ana e mamit ka qenë 8 vjeç, kështu që ky dëbimi masiv apo gjenocidi pa diskutim nuk mund të bësh me faj fëmijët, mund të dënosh individët. Pikërisht, tani cilët janë bashkëpunëtorët dhe viktimat, mos harrojmë, sepse aty duhet ndalemi edhe më gjatë. Ishin pleqt, gratë, fëmijët, ishin shkak bashkëpunimi për të gjitha ato vrasje njerëzore dhe përdhunime në masë dhe çfarë ndodhen me gratë çame në këtë kohë. Domethënë, është një gjë që më së voni se pala greke do ta pranoj. Pra nëse ne flasim sot për një normalizim apo për një fillim diskutimi apo dëshire të pak nga ana jonë që të filloj kjo çështje të trajtohet në tavolina diplomatike, duhet që hapin e parë ta jeti pikërisht pala greke. Pra fillon me faljen, me kërkimin e faljes. Sigurisht që nuk po themi se mund të lidhim më qeverinë e sotme me veprimet që janë bërë aso kohë qoftë gjatë luftës, por dhe në nivel qeveritar më pas. Çfarë ishin gjyqet që u bën gjoja ndaj shumë çave në kuadër të krimeve të luftës? Si bashkëpunëtor pa fakte, pa gjë dënime dhe dokumentacion që nuk ta vjen as në dispozicion sot, që ta ballafaqosh. Domethënë çështje e mbyllur, qoftë pikpamje historike, qoftë pikpamje politike. Kështu që fillimi i zgjidhjes së kësaj çështje, tani hajde ta diskutojmë se si është zgjidhja, por që është me pranimin e realitetit historik dhe me një ndjesë në kuptimin formal të saj, dhe këtu kam parasysh që përvoja të tilla kemi. Nëse i referohemi atij gjunjëzimit të famshëm të kancelarit Willy Brandt, domethënë sigurisht që nuk ishte ai që duhet pra si person të kërkonte falje, por më shumë se sa 1000 fjalë që ai gjunjëzimi i heshtur atje para memorialit, domethënë të viktimave të luftës së dytë, pra i kancelarit gjerman. Kështu që shenja të tilla duhet të vinë, edhe në momentin që vinë sinjale të tilla, sigurisht që edhe për historianët lirohet puna, sepse bie presioni politik, tani emocionet, lidhjet padyshim që është ende shumë afër, edhe nuk mund të pretendosh. Mua më duket ndonjëherë sikur ka pasur heshtje dhe ka qenë shumë gjatë. Ka ende, jo afër në kuptimin e ngjarjes historike. Edhe ka dëshmitar, njerëzit jetojnë ende. Edhe ka ende njerëz që kanë kushërinj të afërm dorës parë, që kanë humbur jetën e janë masakruar në këtë periudhë. Por që padyshim duhet të jepen këto sinjale. Dhe në këtë proces historianët kanë një rol shumë të rëndësishëm pas për të punuar dhe për të qartësuar si mund zgjidhet, se po kërcejmë në bisedë. Si mund zgjidhet, po, edhe a ka pasur modele të ngjashme të dëbimit, domethënë pas luftës së dytë botërore, modele të dëbimit, ndoshta të rikthimit ose në një farë mënyre se si është zgjidhur, nëse ka një platformë apo një formulë magjike e cila mund na çojë në zgjidhjen e këtyre bisedimeve të vështira. Do të thënë nuk mund të bësh dot krahasim se rastet ndryshojnë, por që problematika të ngjashme sigurisht që ka, dhe këtu mjafton t'i referojmë për shembull historisë Sudeteve. Pra, çështja me Çekoslovakinë asaj kohe apo Çekinë më pasme. Për sa i përket asaj çka Hitleri atëherë bëri, domethënë që për Sudetenlandin e famshëm ta popullonte me kolon pra gjerman, në kuptimin për ta zgjeruar si zonë si territor gjerman, thuaç. Mbas lufte do të kthej deri diku apo u mendua se do të kthej rrethve, pra që do bëj përsëri një shpërngulje në masë, tentativa të tilla dhe shpërngulje sigurisht që pati. Jo në kontekstin ngjashëm me çfarë të kuptohemi. Por çfarë ndodhi pastaj filloi lufta e ftohtë, u ngrin përsëri kampet. Çfarë ndodhi vitin 90?
Pra me rënien e murit të Berlinit apo fillimin rënien e ndrimin e sistemit dhe në vendet lindore, gjëja që ndodhi është krijimi i komisioneve të përbashkëta të historianëve. Gjermano-çek në rastin konkret, të cilët u morën me çështjet problematike, sigurisht që ishin komisione që u krijuan nga politika, se ishin ndërshtetërore, arritën përfundimet e tyre, që u pranuan nga të dyja palët, sepse përdisa ishin, dhe shkon kështu tendenca drejt një normalizimi të marrëdhënieve. Le ta nisin intelektualët bisedën. Sigurisht që nuk u zgjidhen tërësisht. Por ama u dha shenjë nga të dyja palët që kështu mund të shkohet drejt normalizimit. Ngritja e këtyre komisioneve me ekspert historisë do ishte jo vetëm hapi parë, por dhe hapi dur për të sheshuar gjërat. Po, sepse mendimi intelektual në thelb është një mendim i cili mund të hapi edhe rrjedhën e bisedimeve apo e temave pak më të nxehta. Nëse jep shembuj konkret apo se thuash fakte për atë që ka ndodhur. Po, a keni diskutuar ndonjëherë ju dhe a ka pasur ndonjëherë tryez diskutimi mes historianëve shqiptar dhe grek në kuptimin ju vetë në përvojën tuaj profesionale, personale, keni pasur ndonjëherë diskutime të këtij lloji, pra qoftë edhe një qasje për të ulur së bashku? Jo, unë nuk kam ndonjë përvojë tillë në Shqipëri këtu jo, por edhe në tryeza apo në konferenca në Perëndim të organizuar për luftën e dytë botërore që unë kam qenë, nuk ka patur ballafaqime të tilla, pra është një çështje që shkon edhe për ta tabu deri diku trajtimi, pra vazhdohet i mshohet shabloneve historik të krijuar pa hyrë në detaje, temë që dhe tezë që i shmangen trajtimi, por padyshim për përvoja të tilla mund të flasim. I kthehemi përsëri Napoleon Zervasit. Po të shikosh, domethënë unë i referohem këtu një kolegu gjerman i cili ka shkruar për luftën e dytë botërore në Greqi dhe konkretisht edhe ka bërë historikun e divizionit paralpin që ka vepruar në Greqinë e Veriut dhe Shqipërinë e Jugut, i njëjti divizion me të cilin Zervasi bëri edhe marrëveshjen e tij, pra dhe që bashkëpunoi tërkohë. Edhe shkon sigurisht me pasaport jo problematike në Greqi, se ishte gjerman, edhe shkon në arkiv, në 2 arkivat ushtarak të Greqisë, pra të shtabit përgjithshëm dhe arkivin e ushtrisë. Në arkivin e shtabit përgjithshëm zakonisht janë të mbledhura dosjet e ish ushtarakëve, sikurse e kemi dhe ne te qendra jonë, domethënë këtu e rekrutimit ku blidhet gjithë dokumentacioni i ushtarakëve. Dhe konstaton që dosja e oficerit e Zervasit ishte bosh. Pra disa fletë pa rëndësishme të shkruara në të, pra ishte fshirë tërësisht linja dhe jeta e këtij personi. Hequr, me qëllim. Edhe çka është një absurditet, po mbi të gjitha është një veprim që tregon që kanë qenë të shqetësuar dhe kanë dashur që te arkivi tjetër, po e ashtu i ushtrisë, po ashtu zero informacion për sa i përket këtyre veprimeve të bëra. Pra, nuk është se ne mund të diskutojmë për tryeza ose konferenca shkencore apo bisedime midis në nivelin intelektual, për sa kohë edhe arkivat janë. Pra aty ka patur një tendencë të qartë që për jetën dhe veprimtarinë e këtij kriminali, duhet thënë një historian nuk e thot kollaj fjalën sepse duket sikur bëhet jashtë, po ky person me ato që ka bërë padyshim që duhet të kishte dalë në gjyqet e kriminalëve të luftës dhe jo të promovohet duke u bërë mbas lufte ministër dhe duke qenë një personazh shumë i njohur politik dhe historik në Greqinë pas luftës dytë botërore, derisa vdiq madje. Këtu i shërbeu kjo lëvizje Zervës në kuptimin e mori pushtetin, po kush ishte në të vërtetë është përfaqësuesi para dhe pas i frymës anti-shqiptare, pra i referohem gjithmonë Çamërisë dhe një politike e cila ishte vazhdimsi, e tham pak përpara. Dhe ky është protagonisti kryesor, që mori përsipër ta zgjidh pra ushtarakisht dhe ta zgjidh atë me brutalitet, pra duke bërë gjithë ato masakra. Padyshim që Zervasi, po të krahasojmë, pra të shikojmë thjesht luftën e dytë botërore në Greqi, dhe unë këtë radhë mora pak edhe me hartën e luftimeve, forcat e Edës edhe të Eranit. Dhe po të shikosh që
në raport me forcat sigurisht Zervas ishte më i vogël në numër, por nuk pati atë masivitet që pati lëvizja tjetër. Po ashtu me një zonë shumë të vogël ndikimi që flasim gjithmonë për pjesën e Çamërisë. Pra, jemi në gjirin e artës, rrotullohemi aty në të gjithë këtë pjesë, pra thesprotia e famës, siç quhej. Dhe jo më kot, ky synonte pikërisht këtë zonë të kishte në kontroll. Një zonë e vogël. Një zonë e vogël, por e rëndësishme për dy drejtime. E para në pikpamje etnike, pra për të realizuar atë synim që kishte domethënë politika greke aso kohe, pastrimin etnik, dhe dyta ishte pjesa që nga latët konsiderohej dhe përdorej shumë për furnizime, do të thënë nga misioni britanik, sikurse dhe mendoj që ishte pjesa më e favorshme për të kryer një zbarkim nëse aleatët do të zbarkonin në Ballkan. Kështu që ishin arsye si etnike, politike, po ashtu dhe ushtarake që Zervën e bënte një zonë interesante, pra Çamëria, ishte për të Çamëria një zonë interesante. Por po të shikojmë se prandaj janë të rëndësishme këto dokumentet ushtarake. Po të shikojmë me njëherë pasi Gjermanët hynë në Greqi. Shikojmë që në muajt e fundit të vitit 43, në zonën e Çamërisë ka një organizim shumë të madh të luftës kundër gjermanëve. Po. Në mbështetje të forcave të Hamit, kryesisht, dhe këta janë çamët. Pra nuk mund të akuzosh dot një popullsi e cila që në fillim shkon dhe mobilizohet në masë kundër luftës së pushtuesve, kundër pushtuesve italian, dhe më pas atij gjerman akoma më shumë. Në formacione qoftë fillimisht të pavarura dhe më pas të inkuadruara në ushtrinë e Hamit, Helasit, dhe pastaj të përdorësh kartën e bashkëpunimit, sepse dy përfaqësues të Çamërisë, një familje Çamra, dy vëllezërit Dino, ishin dhe bashkëpunuan me gjermanët, pra nuk mund të shkosh dot në këtë drejtim, por sigurisht është preteksi. Edhe po ashtu duhet parë që për sa i përket të kësaj periudhe janë shumë operacione pastrimi që i quajnë gjermanët, që bëhen pikërisht në zonën e Çamërisë për të vënë në kontroll këtë zonë. Dhe deri diku kjo shkon në këtë drejtim. Gjermanët sigurojnë qetësinë, më pas duke bashkëpunuar me Zervën, Zerva patjetër që ndërhyn edhe krijon bazat e tij më të fuqishme pra në rajonin e Çamërisë. Pra janë interesa të cilat kalojnë në këtë anë. Ajo që të bën të mendosh është që Zerva si kishte në shtabin e tij dhe përfaqësues të misionit britanik. Gjithë bashkëpunimi kalon pothuajse në heshtje pa u marrë vesh, pra se dhe mënyra se si vepronte. Madje e theksojnë gjithmonë edhe gjermanët dinakëria e Zervasit. Asnjëherë nuk shkonte vetë. Thoshte do vi vetë për negocime, momentin e fundit shikojnë të që vinte Sarandis apo vinte ndonjë i besuar i tij, i cili fliste i autorizuar sigurisht në emër të Zervasit. Pra, për mos lënë gjurmë fare në kuptimin e kontakteve direkte. Por unë ndoqa këtë radhë në arkive dhe pak edhe linjën e gjyqeve të bërë ndaj oficerëve gjerman të kësaj kohe, me qëllim për të parë deri ku shkonte dhe si trajtohej kjo gjë. Me qenë se disa dosje janë bosh. Po, edhe është gjyqi i Nurembergut, ku aty u gjykuan edhe generalit gjerman që luftuan Evropën juglindore, pra ashtu quajturi gjyqi i generalëve të juglindjes. Janë rreth 12 general apo oficer madhor të Wehrmachtit gjerman që u gjykuan në Nuremberg. Ndërta dhe Hubert Lanz, komandanti i divizionit parë alpin, i cili bashkëpunoi, pra me të cilin Zerva sikur sa thash bashkëpunoi. Interesant është mënyra se si trajtohet dhe dëshmit e panumërta që janë aty të dhëna për bashkëpunimin e Zervës, për mënyrën se si funksionoi ky bashkëpunim, sigurisht ata mundohen të nxjerrin anët e tyre pozitive, duke thënë që ky bashkëpunim ishte pozitiv për ne sepse u ruajt popullsia, nuk pati reprezalje të panevojshme. Në fakt janë të kuptueshme sepse do mbronin veten. Do mbronin veten. Shteti që e shkruan dokumentet. Por që interesant ishte momenti kur avokati i Hubert Lanz i shkruan Zervës, edhe që ishte ministër ndërkohë dhe i thotë që duhet dhe ju të jepni një dëshmi sepse keni bashkëpunuar. Protagonist kryesor në këtë gjë.
nuk erdhi, pra në dosjen e gjyqit nuk ka asnjë përgjigje nga Zervasi. Pra praktikisht një lloj distancimi edhe nga politika qeveria greke e asaj kohe, domethënë sepse ishte diçka që implikonte shumë. Dhe nuk mund thuash që këto akuza dhe këto gjëra nuk janë ditur, por asnjëherë nuk erdhen në fokus kryesor, si thuash, dhe tani më vonë se kur është që kjo çështje historikisht duhet të dalë. Edhe unë këtë kam parasysh për bërë një botimi që të gjithë bashkëpunimi dhe çështja e bashkëpunimit pra të zgjidhet njëherë mirë. Në kuptimin që të jetë një trajtim i fund historik për këtë çështje. Kështu që është një periudhë delikate, po jo e pamundur për të zbardhur historikisht nëse trajtohet me objektivitet dhe sidomos nëse arrihet të ketë një komision të përbashkët ndërmjet dy shteteve. Arkivat perëndimi ka të hapura, pra arkivat gjermane janë padyshim shumë të rëndësishëm në këtë gjë. Britanikët, ndërsa grekët po u sigurua ky lloj bashkëpunimi do t'i hapin pastaj se nuk ka si ndodh. Po, a janë këto dosje të plota, pra unë dyshoj nëse këto dosje se ju e cekët pak më herët që ka disa dosje të cilat ose janë zhdukur ose janë pastruar e gjithçka. Sipas gjithmonë sipas këtij kolegut gjerman, domethënë që i ka patur në duar, thotë që janë të pastruara. Por pa dashur ndërpres, kjo nuk prish punë, sepse në arkiv sigurisht që kur gjen në mënyrë direkte është mirë, por arkivi asnjë nuk pastrohet dot, sepse ka dhe mënyra indirekte për të kërkuar. Përmes gjyqit të gjeneralëve gjerman gjejmë bashkëpunimin e Zervës dhe të dhëna që të çojnë te vërtet dhe këtu nuk është nevoja, do mjaftojnë edhe disa të tilla për të pra kryqëzimi i informacionit, pra arkivat tona, arkivat gjermane, arkivat britanike padyshim, por te britanikët duhet kemi pak kujdes, se shpesh sot edhe për këto arkivat britanike u mshojnë dhe u japin më shumë peshë ndonjëherë se sa duhet. Se nëse flasim për pushtimin gjerman në Shqipëri, tani kryesorët janë burimet tona dhe ato gjermane. Kjo është pale tre që i merrte nga mali, si thua dhe duan kujdes në trajtim sepse jo se kanë qenë ata tendencios, por duke qenë që ishin të atashuar pra forcave sipas rastit. Pra po ti rrin në anë greke sot, kush ishte pranë Zervës, shkruante çfarë i thoshte Zerva, kush ishte te pala tjetër, kishte informacionin që jepte pala tjetër. Kështu që janë informacione të ardhura kryesisht nga vëzhgimet dhe të treguara nga të tretë, nga rrjeti i tyre informator. Dhe duhen parë gjithmonë me më shumë kujdes se sa dokumentacioni që vjen si dorës parë nga palët kryesore. Në një bisedë me profesorin Pëllum Xhufi, e kam pyetur nëse ka pasur mundësi që të shkojë edhe të jeti pranishëm në arkivat greke, duke qenë se ka pasur një moment kur i është dhënë e drejta për të gërmuar, për të pasur kërkimin e tij shkencor dhe pikërisht nga pala greke. Në këtë pikë më ka thënë që tentoj të shkonte në atë periudhë dhe në ato dosje, por çuditërisht arkivi ishte në rikonstruksion. Dhe ka pyetur dhe më vonë dhe arkivi mbetet në rikonstruksion. Ne e trajtuam me një lloj ironie, pra duke e thënë që vazhdon të mbetet ende sot në rikonstruksion. Në këndvështrimin tuaj keni shkuar ndonjëherë t'i hapni pikërisht ato për këtë periudhë flasim, për këtë periudhë për të cilën do duhet të diskutojmë edhe së shpejti ministrat e jashtëm. Profesor Plumbi është ajo që e dim edhe që ka ndodhur edhe kolegëve tjerë, por unë nuk po shkoj fare te arkivi, po marr raste më të thjeshta. Këtë verë isha për pushime në pjesën e praktikisht në Çamëri, domethënë, edhe në një librari vajta dhe kërkova çfarë botimesh keni, thash për Napoleon Zervën. Fillimisht më tha, kemi, tha, po janë gjuhën greke, s'ka problem. Po mirë, do më presësh pak sepse kam klientë të tjerë edhe pastaj do vi. Edhe më la një 20 minuta gjysmore të prisja, erdhi dhe pastaj më çoi dhe më tregonte gjë tjetër për tjetër. Që sigurisht, domethënë, sot ndoshta gabohem se mund të jetë ky është një rast, por gjithsesi mua më la një përshtypje jo të mirë, pra që edhe në librari të shkosh se unë i thash kush jam dhe nga vi, dhe pse i dua, se më pyeti. Edhe në librari, do më thënë, nuk të ndihmojnë që t'japin informacion. E jo më në arkiv të shtetit, ku dihet që kjo çështje tashmë është e mbyllur politikisht, do më thënë. Kështu që rruga e vetme është, sikur se e thash, në moment që
me vullnet politik të filloj pra bashkëpunimi i cili fillon kryesisht nga arkivat. Edhe shkëmbimi profesional historik. Ke parë qasje të mira drejt së vërtetës se nuk duhet të thënë që të gjithë historianët grek nuk kanë folur apo kanë mbajtur këtë anë ose kanë heshtur, po ka pasur edhe nga ata historianë që ka disa trajtime të cilët në mënyrë indirekte sigurisht japin të dhëna dhe e pranojnë deri diku, por sikur se thash, edhe kjo pjesë është pjesa që mbytet nga shumica. Nga shumica, edhe është çështje tabu. Pra që kohë, nëse në histori ka trajtesa tabu, pra tema që nuk duhet preken, kjo tregon që ka një ngërsh të madh dhe nuk funksionon ashtu si duhet. Pra nuk flas gjithmonë për palën greke, për kolegët grek. Kështu që apo trajtimi i anshëm. Po. Pra ti qëndrosh në mënyrë strikte që shiko, ka qenë kështu edhe nuk do ishte shumë interesante për shembull që ato 2000 dosit që pretendohet për 2000 shqiptar sham të dënuar nga gjykatat e krimeve të luftës dhe me përbashkëpunim gjoja të shikohet përmbajtja e tyre që përsëri po ashtu është e mbyllur. Sepse që aty fillon edhe mund të ndërtosh, domethënë që sa të vërteta janë tani ne po t'i referohemi në mënyrë të qartë, domethënë marrim vetëm dokumentacionin gjerman. Ku shikohet domethënë që në fillimin e pushtimit, çamet janë të angazhuar kundër pushtuesit. Më pas nga formacione të pavarura kalohet të inkuadruar në divizionet e amit. Shikojmë po ashtu që bashkëpunimi dhe lufta kundër pushtuesit është si andej dhe këndej kufirit për sa i përket nevojës. Sikurse është dokumentuar që me forcat gjermane divizionit para-alpin që merrte pjesë në reprezalit që ky divizion bënte edhe në Shqipërinë e Jugut dhe në Shqipërinë Juglindore, se i kishte zonë operative të vetën, ka patur gjithmonë forcat zervës. Pra që i shoqëronin ata me vete. Pra që vinin bashkë me ta. Pra shikojmë dy realitetet cilat janë të qarta. Sikurse edhe vetë gjermanët thonë, apo ku edhe i referohen problematikës dhe luftës ndërmjet dy forcave të brendshme greke. Kështu që dhe lufta civile greke në fakt që erdhi mbas luftës praktikisht fillesat i kishte të qarta, domethënë që gjatë luftës së dytë botërore. Kuptimin e hyn pastaj aleatët apo marrëveshjet mëdhenjve të cilët favorizuan njërën palë dhe palën tjetër, pra palën këtu i referojmë luftës civile greke, edhe madje edhe përfshirjes Shqipërisë në këtë konflikt, me provokacionet e gushtit të 49-ës, u përfshi se e përfshin, domethënë pavarësisht intensitetit apo ndihmës që jepej edhe për ushtrinë, pra për palën komuniste nëpërmjet Shqipërisë. Po kjo është një çështje tjetër që na largon. Ajo që mund të thuhet është që për sa i përket të gjithë këtij genocidi, pjesa e bashkëpunimit ka qenë e faktuar që nuk ka qenë e vërtet dhe po ashtu sot më shumë se kur. Por që unë ngelen përsëri vullnetit politik. Nuk e di si do shkojnë bisedimet në datën 16 apo 17 tani kur janë ndërmjet dy ministrave të jashtëm. Për mendimin tim duket sikur ka disa sinjale që do të ketë një lloj dakordësie në tavolinë, por nga ana tjetër mua këto dakordësit më trembin pak sepse historikisht nuk paragjykoj, nuk dua të keq kuptohem. Lëshojmë pak det që por historikisht shikojmë që ne në tavolina negociatash nuk kemi qenë negociator të fortë. Edhe këtë mund ta themi plot gojë, çdo me thënë tani i referohemi 2008-9-s për pjesa e varrezave të ushtarëve grek. Domethënë qartë deri në udhëzime që pranoni çfarë thot pala greke, pse? Sepse do na vënë vetëm për tu pranuar në NATO. Tani sigurisht që hyrja NATO ishte dhe mbetet një gjë shumë e rëndësishme për popullin shqiptar, por çështja është me luhet karta e integrimit në BE. E pranon këtë gjë, integrimin BE. Por nuk e di, do të thënë nuk dua të paragjykoj, por që do jetë me shumë interes kjo tavolinë. Do duhet të diskutojmë prapë pas 10 vjetësh se si do të shkruajmë të bëhet edhe cikli historik, por që gjithsesi, domethënë
është një çështje e cila mendoj se tani ka ardhur koha për çështja Çame, që ka ardhur se po vin çështja e integrimit e detyron. Edhe shumë probleme do zgjidhen duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian edhe Shqipëria, sepse këtu ka një të vërtetë që u tha para disa ditësh edhe nga shqiptari i fundit, domethënë, që brenda Bashkimit Evropian shumë probleme që nuk bien dakord ndërmjet dy shteteve i zgjidh gjykata po. Europiane, pra gjykatë ndërkombëtare, dhe këtu aty nuk kurrëzon dot më njëra palë apo tjetra. Por që të shikojmë, pasi është një çështje e bazuar mbi gjak, mbi dhimbje, mbi vdekje, humbje njerëzish, humbje pronash, humbje vend banimi në kuptimin. Kështu që humbje të afërmve, pa diskutim janë familje që janë ndarë, unë kam pasur të ftuar që kanë qenë dhe kanë jetuar, janë rritur në Shqipëri, ndërkohë që motrën apo vëllain e kanë lënë në Greqi e janë ritakuar pas shumë vitesh, edhe për shkak të Shqipërisë komuniste, edhe si thua kufive të izoluar të një shteti i cili ishte në një sistem totalitar. Dhe ashtu sikurse motra është ndarë me vëllan, ashtu ka histori edhe si ajo e gjyshërve të mi që për te diskutimeve për varrezat e ushtarëve grek, do duhet diskutonim edhe për vëllain e gjyshes time që u vra aty në derën e shtëpisë edhe që s'ka pasur asnjë varr apo s'ka pas të drejtën për të qarë nga familjarët. E drejta e rikthimit po ashtu në shtëpinë e tyre, fakti që është një drejtë ndërkombëtare për të udhëtuar ndoshta në gjithë botën, ato gjyshe që ikën fëmijë nga shtëpia e fëmijërisë mund të shëtisin sot në çdo cep të botës, po vetëm në shtëpinë e tyre jo. Dhe është një dhimbje shumë e madhe ta shohësh në sytë e atyre njerëzve që janë vrarë dhe prerë, dhe shumë tema të tjera diskutimi. Po unë dua ta mbyll të tryez diskutimi me një pyetje shumë personale. Ju thatë që ishit pak domethënë gjatë këtij viti në Çamëri, si ishte Çamëria? Se domethënë mua më ka marrë malli të shkoj edhe në fakt nuk ishte herë e parë sigurisht, por që gjithmonë shkon e vjen me të njëjtën përshtypje. Unë të paktën kur e shikon të gjithë Çamërinë, në kuptimin kur lëviz në të, aty kupton se pse është aq e rëndësishme dhe ka qenë dhe mbetet aq e rëndësishme për Greqinë ky territor, vend i begat, padyshim i bukur, pra që sidomos për kohën kur janë bërë të gjitha këto lëvizje në një kontekst tjetër dhe edhe toka ka patur sigurisht një tjetër rëndësi, se sot në kuadër globalizimit ndonjëherë mund të jetosh poshtë limonit dhe merr limonin nga diku tjetër. Por që vetëm kur e shkel Çamërinë kupton ose mund të arrish të kuptosh sepse ka ndodhur gjitha këto. Sepse i duaj Greqisë. Pra kjo është përshtypja ime e para. E dyta, shikon jo pa dhimbje që nga shtëpitë të braktisura, edhe me njerë të shkon mendja sepse është çështje pronësie padyshim. E treta, po kaq e dhimbshme është të shikosh se të kuptojnë në shqip, po nuk të flasin shumë shpesh. Do të thënë shikon që ke, por nga ana tjetër trajtohesh mirë. Unë për vete këtë përshtypje kam. Do të thënë që pavarësisht se këtij kujdesi, por që trajtimi është i mirë, edhe ndihesh mirë realisht në kuptimin e kësaj, se duke ditur që vërtet është kjo e kaluar e dhimbshme, por ama këtu përsëri janë troje që pra ke atë emocionin. Por ajo ndjenja kryesore të paktën që unë kam ndjerë është dhimbja ndihet këtu. Pra kur e mendon, edhe të kalosh tani edhe në mes të ikumenicës të kesh bustin e arkitektit të pastrimit etnik. Aty do me thënë është padyshim që provon në stomak të gjitha ato shtrëngimet e mundshme, do me thënë. Edhe do stomak të fort që ta për ty për shkak. Pa diskutim, për mua ka qenë një përvojë e vështirë, sidomos në Paramti, aty ku ka ndodhur gjenocidi, edhe kisha parasysh gjithë lotët e gjyshes time, dhe ndërkohë isha ulur diku dhe shija
shkollën ku ishin varur në çengela burrat e fshatit të thirrur për të dorëzuar armët edhe për të diskutuar me ftininë e kohës, dhe teksa shija fëmijët që shkonin në shkollë, thjesht e mendoja që aty ishin varur burrat e çamrisë dhe trupat e tyre ishin aty, më krijonte një dhimbje të jashtëzakonshme. Unë shikoj sigurisht më ftohtë sepse nuk kam histori familjare dhe apo prejare të gatshmëria, domethënë, por që të kesh kaluar në kurrizë, të kesh përvoja të tilla brenda familjes, sigurisht është e dhimbshme. Po, është gjithmonë bukur të shkosh aty, po. Është gjithmonë bukur të shkosh aty, edhe për këtë tokën e Begat ne kemi nisur Çamiko dhe kemi nisur këtë tryez diskutimi, që edhe pse kemi larg atë aromën e çamërisë, të detit, të igumenicës, të Grigohorit, të mund ta sjellim mes njëri tjetrit e pa diskutim të kuptojmë që nuk jemi vetëm, që ka historian, që ka studiues si ju, që vërtet na kuptojnë në aq largësi sa kemi ne me rrënjët tona, edhe me atë që na kanë marrë, me atë që na mungon, me atë që është shtëpia e të parëve tanë. Nëse mundem vetëm një minutë, unë përfitoj nga rasti pashtu t'ju përgëzoj për këtë nismë dhe për këto përpjekje, sa vërtet përpjekje për të mbajtur gjallë një çështje të tillë, se kur thua çështje duket sikur e bën me një lloj synimi, jo. Është një domosdoshmëri dhe padyshim që kjo gjë më së pari do mbahet gjallë nga pasardhësit, nga çamët, por nuk do të mungojë edhe pjesa tjetër. Pra kjo është çështje kombëtare për shqiptarët, nuk është thjesht çështje vetëm e çamëve. Kështu që të punosh edhe të bësh këto veprimtari që bën qoftë fondacioni juaj, por edhe me këtë tryezë ku jemi sot, është një gjë shumë e madhe, sepse sot është e vështirë, shikojmë që interesi ndaj skaluarës ka rënë. Pra brezat e rinj nuk janë shumë të orientuar ndaj historisë edhe të kenë dëshirë të njohin historinë e tyre. Nuk është problem vetëm shqiptar, është sëmundje e përgjithshme. Mendoja që e kishim ne këtë memorie kolektive. Kështu që përpjekjet të tilla dhe iniciativa veprimtari të tilla janë shumë të rëndësishme, sepse më së paku dokumentojnë, mbajnë lidhjen me të kaluarën dhe mbi të gjitha mbajnë zërin gjallë që shikose ne jemi ende këtu. Faleminderit juve për këtë intervistë, po më së shumti për gjithë kontributin që keni dhënë për çështjen çame, pa diskutime edhe për këtë rrëfim kaq të bukur që u mbyll me modest, por që gjithë secili duhet ta bëjë. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Faleminderit edhe të gjithë shikuesve të Çamikos që na kanë ndjekur në këtë sezon për të vazhduar misionin ton, rrugtimin ton edhe të premten tjetër në orën 20:00. Ju lë takimin e radhës. Faleminderit.